Kandidatja për deputete e qarkut të Fierit Samena Malena në një intervistë ekskluzive për televizionin Apollon, vlerësoi raportin miqësor të Partisë Demokratike dhe strukturave të këtij subjekti politik në të gjitha nivelet e saj, kujdesen me të rinjtë dhe studentja e shkencave politike Samena Malenaj, kandidate për deputete në qarkun e Fierit e Aleancës për Shqipërinë Europiane, ka vënë theksin tek strategjia kombëtare e Partisë Demokratike për përfshirjen e të rinjve në vendimmarrje dhe politikë. Pasaj, idet, vizionit dhe vendimarrja e të rinjve nuk pengohen nga antarësia tradicionale dhe ky fakt ka ndikim të drejtë për drejtë në shtimin e hapësirave për integrimin e të rinjve në Partinë Demokratike dhe rritjen e mundësive për përfaqësimin e tyre në nivele më të larta të pushtetit. Në aspektin e marrëdhënieve brenda subjektit politik, Partia Demokratike një aspekt i rëndësishëm i politikës shqiptare. Ka diversitet mendimes ose hapësira për të qenë pjesë e vendimarrjes së të rinjve? Patjetër që po, ka të rinj që vijnë nga politika e vjetër dhe janë mësuar me ide të tyre, jo për të promovuar një ide të tyre. Cila është politika strategjike e Partisë Demokratike për përfitjen e të rinjve në gjendjen e saj? Ne po përpiqemi që të punojmë fort për mos të lejuar të rinjve si zgjidhjet vetme largimin nga atë. Ta duan vendin e tyre dhe të kontribuojnë për to. Ishte se raporti i Partisë Demokratike me të rinjt ishte goxha miqësor. Partia Demokratike promovoi goxha të rinj të aftë, të përgatitur dhe me vizion në listat e saj. Idet, vizioni dhe mendimi i të rinjve në Partinë Demokratike lejohen ose pranohen nga të vjetrit? Jo gjithmonë, por ne duhet ta bëjmë të ndryshim, të pranohen, të lejohen, të jepet mundësia. Të rinjtë e Partisë Demokratike që po e zbulojnë politikën nëpërmjet përfshirjes në një klimë mosbesimi, tensionesh, pasigurie, protesta e të tjerë për nivelin e lartë të korrupsionit qeveritar dhe lidhjen me krimin, po krijojnë parametra dhe standarde të reja të marrëdhënieve në politikë për ta bërë më të mirë realitetin politik nëpërmjet krijimit të elitave të tjera politike. Këtu qëndron dhe forca e të rinjve të Partisë Demokratike, e cila përfaqëson atë në ëndrrën për Shqipërinë madhështore, është shprehur zonja Malena.